pastroj parin atje. Pastroj aty kurim neve, meri të gjitha shishet, meri tavlat, zbrazi e bëj, 2 sekund nuk ka në një gjë. Barin e ka kresi me Mateo, zakonisht. Unë kam më borin e kisha me lirë, nuk e tani jam vetëm. Ama, sot kam pastru grimin e lavanderin. Nuk ashtë një lloj problemi, pastrojnë e banjat. Gjithë sa i bëj. Nuk e di. Nuk e di që atë, po që të rridhe unë të ditën aty tani, më falë pak. Nuk jeni fëmi, nuk jeni kalama, jeni tritur. Edhe nesër, sidomos për prajmë, kam shumë muri. Sidomos për prajmë, do t'jetë gjithë shpia. Po ashtu, e di ku ishin pjata atë moj. Ati e brënda, tek ajo që kam pastruar, ishin 2 pjata makaronash, 3 dita nuk e di se sa kishin. Po është aty të lavamane që isha me Mateon, ishin të gjitha pjatat lukë, piru në kosh. Në kosh, moj. Unë e haj me ato. Unë e kam bo kuzhinën një javë, me Stenaldon, kemi pas gatu bashkë. Angelo e Mali, me bashim Banaku, në Angelo lavastoviljen. A moj ndimosha gjithmonë. Po nuk am kuptove, Alex, është diçka pak ma shumë lideri. Se tani që do bëjnë gjithë, do sulmojnë Brikena, se ti s'ke bo, ti s'ke këthy, ti bë, ti këse, djera. Ja, dhe me të drejta, flasëm atë që është sa vetë aty që unë do pastrojë. Pak në kap diçka që po duke që po pastronë, am kuptonë. Nuk po themi pastrojë gjithë shpinë, jo, sa është tek punë, nuk pastrojë të gjithë shpia vetëm. Është një anë tjetër e leadershipit, se ti si lidere, o si lider, nuk mund shkosh me kap çdo lloj personi. Aleksi e di vetë se detyra Aleksi ta t'jap do jetë me lajend. Aleksi e di vetë që kur ta shoh tapetin pis, unë nuk mund vi ke ti, Aleksa do ta pasësh tapetin, se ti më thua di si është puna, unë s'du fare. Jo, po mos harro, se Brikena ta unë do t'i bëj gjitha vetë. Po, me përgjithësi. Le të më ndihmoj, tani neve po bëjmë punën. Po kupton se ti nuk më ke dhënë mua si lider. Ti the